Gjithë jemi koshient për vdekjet e papritura që po ndodhin në kohët e fundit. Dikush punon gjatë gjithë ditës, kthehet në darkë dhe papritur i bie atak në zemër, vdes. Në fakt, kjo është një nga profecitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka treguar se prej shenjave të afrimit të ditës së gjykimit janë vdekjet e papritura që ndodhen. Dhe këto vdekjet papritura duhet na kujtojnë diçka. Duhet të na kujtojnë vdekjen, paraqitjen përpara Zotit të gjithësisë. Dikush ta pyes veten, në çdo gjendje ti jam, nëse vdekja më gjen në këtë formë, a do të jetë i kënaqur Allahu xhalla xhelaluhu me mua? A do të jem unë i kënaqur me atë që do të paraqitem përpara Zotit të gjithësisë? Nëse njeriu do ta ndjejë vazhdimisht që vdekja është kaq pranë, kaq afër, dije se jeta e tij do të jetë më e mirë. Si në raport me Allahun xhalla xhelaluhu, po edhe në raport me njerëzit. Nëse e ndjen që vdekja jote është shumë pranë, shumë thjesht, nuk do ta mërzisësh nanën. Nuk do t'ja kthesh llafin babait. Nuk do ta lëndosh fëmijën tënd, se e di që mundet që të mos ta kesh mundësinë e rikuperimit të kësaj situate. Po kështu dhe në raport me Allahun xhalla xhelaluhu. Selamu alaikum.